Shumë Drilon, E cila ishte performanca ose projekti që mas shumë të ka emocionu si vjetë? I ke pas disa këngë emocionale? E vërtet, në fakt unë Resul edhe më pëlqenjë, po edhe njina për balada, po ma emocionusja që në fakt edhe nuk është prit për musafirve ka qenë në Itali, ku mora pjesë me një diçka komplet tjetër. Dhe më thonë ishte një trajnim që organizante dhe bo një darë gala. Ata i këshin ftu do veç me piano, një muzikë instrumentale, a i pianisti knoj ke pak, po shumë pak. Qa knove aty? Bella Ciao. Jo, unë e knova në fakt, sepse ishte përfundimi i trajnimit, edhe e knova And now the end is near, so I face my final curtain. Po që normalisht kjo këngë finale në ka shumë madhe për pjesën më të madhe të musafirëve që ishin për 56 shteteve të botës, nuk e dishin që unë jam këngëtar. Kështu që ke emocione veçantë, u qunë gjithë në kom për me duar trokit dhe ke shumë e bukur. Faleminderit, tani ndryshe prej Valonit. Valonit i thash një këngë që si shdasht më kënu për vitri. Cila është ajo këngë që 7 herë është dashtë më kënu natën e vitit ri për ty. Na këno refrenin. Gjama do ajo. Unë në fakt, përveç që bënej që është këngë festive, është këngë edhe që më flenë mu shumë për zemër nga këto këngë festive, është Margjelo, mori Margjel, ti qilë ma synin që më kem shel. Mori Margjel, a e malqis, thuja këngëve Qobanis. Faleminderit shumë për përgjigjet, faleminderit me tash skena është për Vjosën.